Zyniza, ambasadori Silvio Gonzauto i ka quajtur spekulime pretendimet për ngecjen e negociatave, pa diskutim që kryeministri Edi Rama e ka bërë, po ndalemi në këtë deklarat. Sa realiste i shikoni shqetësimet e opozitës, e cila në retorikën e saj flet për ngecje të negociatave, flet për mungesë të meritës në këtë proces, për punë të cilat nuk bëhen ose justifikohen me gjas, sikur të jenë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe që në thelb kanë tjetër qëllim apo tjetër projekcion. Dallimi thelbësor midis opozitës dhe qeverisë në raport me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian lidhet me çështjen ose me parimin nëse antarësimi në BE do të kryhet sipas meritave apo do të kryhet për shkak të çështjeve gjeopolitike që i përmendëm pak më përpara. Praktikisht opozita i mëshon shumë antarësimit sipas meritave për shkak se ky antarësim, krijimi i meritave dhe më pas antarësimi do të thotë një situatë më e mirë për opozitën dhe një situatë më e mirë për demokracinë dhe për qytetarët shqiptar natyrisht. Ndërkohë që qeveria e ka lënë pas dore nevojën e meritës, kjo është bërë e qartë të paktën publikisht me letrën e publikuar nga Rama dhe Vučići në një gazetë gjermane para pak javësh, në të cilën kërkohej që Bashkimi Evropian të anashkalonte apo të tejkalonte problemet apo kriteret politike, deri diku kriteret politike të cilat ishin të nevojshëm për antarësimin në vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, duke vendosur theksin vetëm tek kriteret ekonomike apo tek tregu, si thua. Kjo është një dallim esencial dhe një praktikë e cila nuk është konsideruar deri tani nga Bashkimi Evropian. Praktikisht edhe Parlamenti Evropian përmes rezolutës, po edhe zyrtarët tjerë të Bashkimit Evropian e kanë fiksuar faktin se antarësimi sipas meritave do ketë përparësi. Ndërkaq që çështja tjetër e cila ndan opozitën nga qeveria në lidhje me integrimin